Një raport i ri New York Times ngre alarmin për mundësinë e një konflikti të ri të armatosur mes Izraelit dhe Iranit. Sipas burimeve të gazetës, Teherani ka rifilluar pasurimin e uraniumit në një qendër sekrete të quajtur PK Mountain dhe po zgjerohet me shpejtësi në ndërtimin e raketave. Këto zhvillime kanë nxitur frikën se Irani do të jetë afër për të prodhuar një armë të re bërthamore. Ekspertët ndërkombëtar paralajmërojnë se një pjesë e konsiderueshme e uraniumit të pasuruar ka mbetur e paprekur pas sulmeve të mëparshme, ndërsa Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike vlerëson se rreth 400 kg uranium në nivel 60% janë ende në dispozicion të regjimit iranian, sasi që përbën një kërcënim të drejtpërdrejtë për stabilitetin rajonal. Raporti thekson se Irani po punon pa ndërprerje për të ndërtuar kapacitete që mund të lejojnë lërshimin e deri 2000 raketave njëherësh, me synimin që të tekalojnë mbrojtjen ajrore izraelite, një përshkallëzim i madh i krahasuar me 500 raketa të lëshuara në qershor. Në mungesë të negociatave diplomatike, lindja e mesme ndodhet sërish në prag të tensioneve të reja. Analistët paralajmërojnë se çdo incident i vogël mund të ndesë një përplasje të gjerë midis dy fuqive armiqësore me pasojë të paparashikueshme për sigurinë ndërkombëtare.